Dhe gjeni këtë hadith që transmeton Hakimi dhe Tabarani. Është Sheikh Albani thotë se hadithi është i mirë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Thalathun la yaqbalu Allahu minhum sarfan wala adla." Tre persona janë që Allahu xhallahu ala nuk ja pran sarfan wala adlan. Ulemat kanë disa mendime për këtë, ndoshta mendim më tash përshtatshëm është sarfan wala adlan. Allahu s'ja pran as farzën as nafilet. Tre lloj njerëzish janë që Allahu nuk u pranon as farzët as nafilet. Kur gjë? Ai bën Allahu s'ja pranon. Kush janë këta? Ka thonë i pari, a kun li walidayhi. Ai që nuk i respekton prindët e tij. Andaj subhanallahu nuk ka ose prej shpenzuzve më të mëdhenj dhe konsumuesve më të mëdhenj të punëve të mira është mos respektimi prindëve. Andaj respekti prindëve është diçka që muslimanët kanë këtë punë të pakontestueshme. I dyti është el-Mennan, ose tri, el-Mennan ai që çka të bën e përmend. Ku më meti punë mira ato? Çka të bën përmend? El-Mennan. Edhe i treti el-Mukadhibu bil qadar. Ai që si mush mendë për kader apo. Kjo është kategori tjetër atë.